50 hektar tokë përmbytur, një ser 2 dynym në fshatin Bishan dhe disa stalla në të cilat është dëmtuar ushqimi i bagëtive. Ndërkohë që ka patur edhe evakuime banorësh në Novosel dhe fshati Fitore, të cilët tashmë janë rikthyer në banesat e tyre. Kreu i njësisë administrative Novosel Kanan Shaka i tha se situata pasi është qetësuar bën edhe një bilanç mbi problematika dhe dëmet e shkaktuara nga dalja e lumit Vjos, që aktualisht është rikthyer në shtrat ndërsa niveli i ujit ka rënë ndjeshëm. Sot ju si që po shikoni, Vjosa ka vajtur në shtratin e tija, ka rënë niveli ujt. Ujt kanë qenë rreth 50 hektar tokë të përmbytur në brenda bazenit, e cila ndonjë rreth 24 orë përmbytur. Tani ju e shikoni vetë që ujt ka rënë në shtrat. Kemi patur 10 familje të evakuara, ato brenda 24 orë u rikthyen në shtëpitë e tyre. Po kështu kemi patur në fshatin Bishan një ser 2 dylym tokë. Kemi patur edhe vetëm 5 stale që u dëmtua vetëm ushqimi tyre ballat. Kurse gjendja është në normalitet, bashkia po punon për të evakuuar probleme që kanë dalë. Këtu ka qenë prezent kryetari i bashkisë, gjithë strukturat, prefektura, policia, deri tani janë ndërtuar një ser në Bishan që është rreth 2 dylymë mbjell, fshati Bishan, që është brenda bazenit, edhe një shtëpi që e cila ka pat prezant ujë. Kurse të tjerat nuk ka pat dëme. Pas situatës së kaluar, Shaka i ndalet në problematikat që duhen ndërhyrë teksa në tokat bujqësore në Novosel, lumi ka gryer rreth 50 hektar tokë. Për forcimi i argjinaturës është ajo çfarë duhet ndërhyrë, pasi erozioni rrezikon të dëmtojë edhe toka të tjera bujqësore në zonë, të cilat do të mbulohen nga uji i lumit. Unë do të them që nga viti 2021 që do falenderoj kryeministri, qeveria që drejton për punën, po të shikoni mbrojtjen e lumit që ka qenë këtu, është hera e dytë që ne shpëtojmë gjithë zona, nuk kemi pat prezencë uji për fshatra. Vetëm brenda bazenit nuk është arribë, është pjesë e lumit, por janë marrë dhe masa, po të shikosh dhe po ka nevojë akoma për të marrë masa. Po të shikosh në fshatin Novosel, matan ulës trenit, mund të janë ngrënë rreth 50 hektar tokë të cilat i ka gryer lumi ka marrë. Po kështu ka marrë dhe në Mifol dhe në vendin në Trevllaz të Kacaroj. Me bordin e kullimit të Fierit e kemi kërkuar dhe është bërë një projekt për të ndryrë këtu pranë urës trenit. Në krahun e Majt kemi tani në fshatin Novosel. Duhet ndryrë dhe në Mifol dhe në Trevllaz. Po kështu dhe në pjesën e Bishanit duhet përforcuar një natyra mbrojtëse nga fshati Bishan deri në Murris. Dua të falenderoj drejtorin e përgjithshëm të mjetit civile zotin Çako, i cili në mënyrë në kohë rekord ishin një stan i përmbytur tek pranë Thertores dhe brenda 24 orë e furnizoi me ushqim që mos ngjerë elektoria pa do. Rreshjet intensive dhe daljen nga shtrati lumi Vjos krijojnë jo pak probleme në zonë, por edhe nxorën në pa ndërhyrjet që duhen kryer për të mos rrezikuar tokat bujqësore, të cilat janë duke u dëmtuar nga lumi Vjos dhe erozioni.